Mbi 40 studentë të Akademisë së Sigurisë kanë përfunduar në spital pas dyshimeve për helmim ushqimor, pasi konsumuan drekën në ambientet e institucionit. Studentët kanë shfaqur shqetësime shëndetësore si të përziera, dhimbje barku dhe të vjella, ndërsa janë transportuar për ndihmë mjekësore. Pas marrjes së trajtimit, ata janë larguar nga spitali dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas informacioneve paraprake, ushqimi për studentët ofrohej nga kompania Sori Al, e cila kishte kontratë cateringu për furnizimi me 3 vakte në ditë në Akademinë e Sigurisë. Administratorja e kompanisë është Alma Tafani, e njohur edhe si ish-bashkëshortja e kreut të dhomës së tregtisë, Nikolin Jaka. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga kompania lidhur me ngjarjen. Kujtim Ballxhini 52 vjeç dhe Kristiana Plaka 23 vjeçe, dhe shpalli një në kërkim pronaren e kompanisë për skandalin e helmimit të studentëve në Akademinë e Sigurisë. Burime bëjmë me dije se në pranga kanë rënë teknologia Plaka dhe kuzhinieri Ballxhini i kompanisë catering që shpërndante ushqimin në 3 vakte për studentët dhe shpalli në kërkim administratoren Alma Tafani. Alma Tafani njihet si kuçedra që po bën kërdin me tendera që nga viti 2014. Ish bashkëshortja e kreut të dhomës së tregtisë, Nikolin Jaka është denoncuar disa herë nga redaksia për tenderat me vlera maramendse që ajo ka futur në xhep nga zyrtar drejtues të lartë institucione shtetërore. Pas incidentit, autoritetet shëndetësore dhe institucionet përgjegjëse kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e helmimit të dyshuar. Janë marrë mostra të ushqimit për analiza laboratorike, ndërsa pritet që rezultatet të përcaktojnë nëse ka pasur shkelje të standardeve të sigurisë ushqimore gjatë përgatitjes dhe shpërndarjes së vakteve. A do të arrestohet pronarja e Sori Al Alma Tafani dhe të përgjigjet para drejtësisë lidhur me helmimin e studentëve dhe tenderat e majmë me flamur të kuq?